Në botën online, një lajm i pakonfirmuar mund të bëhet realitet brenda pak minutash. I pëlqyer, i komentuar dhe i shpërndar me mijëra herë. Në këtë vorbull reagimesh, kufiri mes informacionit dhe dezinformimit po bëhet gjithnjë më i paqartë. Por pse po ndodh kjo? Pse kaq shumë pëlqime, komente, shpërndarje të lajmeve të rreme? Për dezinformimin online në Kosovë, do të flasim në këtë epizod të podcastit 5 pyetje me Abit Hoxhën, hulumtues dhe profesor në Universitetin Agder të Norvegjisë. Përshëndetje zoti Hoxha dhe të faleminderit për kohën. Përshëndetje, kënaqësi e veçantë. Atëherë nisim me pyetjen e parë, që ndoshta u bëhet shpesh, por po besoj që gjithmonë ka nevojë për sqarime. Çka janë format më të shpeshta të dezinformimit që shohim në botën online sa i përket kontekstit të Kosovës? Po, ka forma të ndryshme, ka dhe content i cili futet në media përmes ekspertizës, ka content që futet në media të huaja, por një prej contentit që është formë e re, është përmes kësaj platformës që quhet Generative AI ose inteligjencës artificiale. Kjo është formë e re që po veprohet në Kosovë. Ndërkaq që pse sipas jush është një prirje shumë e madhe e njerëzve me besu kaq lehtë lajmet pa konfirmuar ose lajmet treme, pse i shpërndajnë shpesh dhe shpejt lajmet senzacionale edhe nuk i verifikojnë? Është pothuajse në natyrën njerëzore. Unë nuk jam psikolog që të shpjegoj natyrën njerëzore, por sipas gjitha gjasave është në natyrën njerëzore që të tërhiqemi tek lajmet të cilat janë pak më interesante, janë lajme atraktive. Edhe shpërndarja nuk ndodh vetëm kur ka lajme pozitive apo kur ka lajme të cilat dikush don të tregojë diçka. Shpërndarja ndodh edhe kur dikush e kundërshton një lajm, edhe gjitha kjo bëhet pjesë e asaj që quhet manifestimi ose marketizimi i kontentit online. Shpërndarja ndodh për shkak se njerëzit për shembull dëshirojnë të tregojnë audiencës vet ose asaj fluskës media sociale se ky lajm është i pavërtet, po megjithatë ndodh shpërndarja, edhe qoftë se bëhet një print screen, edhe postohet tazam në Facebook ose në një platformë tjetër, Instagram ose diçka tjetër, edhe kjo është një farë forme sepse kjo është një farë forme pjesë e asaj dezinformatës për shkak se edhe në qoftë se lajmi është negativ apo pozitiv, ose në qoftë se lajmi është i vërtet apo jo, në këtë kapitalizmin e përgjimit, them ashtu në fjalët e Shoshana Zuboff, nuk ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi se njerëzit të cilët e shpërndajnë këtë lajm janë monedha e cila shpërndan, është paraja e cila shpërndan. A i bie në këtë mënyrë që ndoshta edhe njerëzit, shikues, lexues të thjeshtë bëhen pjesë pa vetdije, pjesë e këtij zinxhiri të dezinformimit, duke shpërndarë dhe duke komentuar në lajme të tilla të rreme? Po, definitivisht kjo është çështja. Tani me fillimin e një epoke të re të inteligjencës artificiale, gjenerimi i kontentit është shumë më i lehtë se përpara, është shumë vështirë dallohet çka është e vërtetë e çka është e pavërtetë, dhe kjo është një aspekt, ndërsa aspekti tjetër është se padashje njerëzit duke dashur edhe të kundërshtojnë dezinformimin, bëhen pjesë e gjenerimit të ardhurave për dikënd, përmes kundërshtimit të dezinformimit. Domethënë, kjo është një farë, them ashtu simbolikisht, një trik që është i fshehur në shpërndarjen e dezinformatave. A ka ndoshta 2-3 shenja konkrete që çdo lexues, çdo përdorës i rrjeteve sociale mund t'i di dhe mund t'i marrë parasysh për të verifikuar një lajm ose për të mos rënë një dezinformate, sepse njerëzit thonë po ne pash e lexova, i besova, do thotë nuk shkojnë më tej, po çka mund të janë 2-3 shenja konkrete që si lexues i thjesht mund të dallosh që diçka është dezinformat dhe jo informacion i verifikuar? Tek ne ka një tendencë që thuhet e kam pa në televizion ose e kam pa në media edhe duhet të jetë e vërtetë. Edhe kjo është ndoshta
njëna prej problemeve më kryesore me media literacy, me informatën për media dhe për këto aspektet e shpërndarjes së lajmeve që janë pjesë e fushatave dezinformuese, ndoshta, mbarësisht prej platformës digjitale ku shpërndahen dhe mbarësisht prej çështjeve tjera ose platformës po edhe strukturës së këtij lajmit, mbaret edhe parametri ose ai aspekti se si mund verifikohet një lajm i tillë. E para është se kontenti shumë shpeshherë është generativ në kontekstin se është pothuajse artificialisht i shkruar. Kjo shihet, syri i ekspertit mundet me vrejt këto, po ndoshta fotografit është një çështje, ende inteligjenca artificiale krijon fotografi që janë jo reale deri dikund. Po unë them se ndoshta është mirë që qytetarët e zakonshëm apo qytetarët përgjithsisht të e para të mos besojnë asnjë lajm, edhe të verifikojnë gjitha lajmet. Gazetarët e vërtet nuk kanë problem nëse çdo kush ose qytetarët lexuesit, audienca i verifikon lajmet e tyre. Zaten kjo çështja e prodhimit të lajmeve gjithmonë duhet verifikohet. Mosbesimi në lajmet e gazetarët nuk shkakton mosbesim në media. Mosbesimi në lajmet e gazetarët shkakton ato që quhet pikpamje kritike. Verifikimi i lajmit nuk është problem. Problem është kur lajmet janë të një farë forme me dritë hije të nuancuara, me të vërteta të cilat janë gjysmë të vërteta. Se përket qëllimit, ndoshta edhe të këtyre lajmeve të rreme ose të dezinformatave, kur përmend një çështjen e monetizimit, ka për qëllim vetëm këtë, që të nxisin njerëzit të reagojnë, të komentojnë, të shpërndajnë që ai content në rrjetet sociale të jetë më i monetizuar, apo kanë edhe qëllime ndoshta edhe që të krijojnë narrativ tjetër ty si lexues ose të bëjë më konfuz rreth asaj përmbajtje që ka të bëjë lajmi. Unë mendoj se qëllimi kryesor është politik, nuk është vetëm ekonomik. Por bashkë me qëllimin politik, përdor shkon edhe qëllimi ekonomik. Qëllimi politik është që të krijohet një kundër narracion i çështjeve ose zhvillimit politik në Kosovë, në rastin e Kosovës, që nga intervenimi i NATO-s në vitin 1999, e shohim se lajmet të cilat prodhohen tashmë prej inteligjencës artificiale kanë filluar të në thojza infektohen nga burime tjera të cilat janë, nuk them tërësisht të pavërteta, po kanë atë drithijen e pavërtetësisë. Do më thonë, për shembull, nëse mund ta shpjegoj shumë shkurtimisht me një shembull, nëse pyet këto platformat e inteligjencës artificiale për intervenimin e NATO-s në Kosovë, thotë se ka qenë i pa moralshëm për shkak se numri i viktimave është ngrit gjatë për shkak të intervenimit, që teknikisht them ashtu është e vërtet, por viktimat nuk janë shkaktuar nga NATO, numri i viktimave përgjithsisht nuk është shkaktuar nga NATO, por është shkaktuar nga ushtria serbe, të cilën fakt nuk e fut në ekuacion inteligjenca artificiale, përveç nëse konfrontohet me faktin e tillë, për shembull ato promptimi nëse bëhet edhe thuhet po, por ushtria serbe ka vrarë të gjithë ose shumicën e njerëzve të cilët janë numrin e viktimave që janë smadhu për te intervenimit të NATO-s në Kosovë. Do kjo është një ana prej shembujve si e vërteta tregohet në mënyrë të nuancuar, them ashtu. Po, tek dezinformatat ose tek fushatat që kanë kryesisht qëllime politike në kontekstin e Kosovës, janë kryesisht me zhvillime të përditshme politike apo me zhvillime politike që kanë temë Kosovën dhe Serbinë, sepse është thënë shpesh edhe nga organizatat e huaja që kryesisht në cikle zgjedhore, sidomos në cikle zgjedhore ku përfshihen serbët e Kosovës, pjesa e veriut të Kosovës, ka më shumë fushata, janë më intensive fushatat dezinformuese. Në përgjithësi, ndoshta për çka ka më shumë fushata dezinformuese? Deri më tani kështu ka qenë, ose deri para pak muajve, kështu ka qenë rasti, ose kështu ka qenë situata kur lajmet e rreme ose fushatat dezinformuese kanë pasur për qëllim që të dezinformojnë të tanishmen, edhe të ndikojnë në vendimet politike të tanishme. Tashmë po shohim në mënyrë tjetër edhe një krijim të një realiteti komplet ndryshe nga kjo, po shohim se
fushata dezinformuese kanë për qëllim ndërimin e narracionit të Kosovës që nga viti 99 ose edhe më herët në platformat digjitale. Kur them në platformat digjitale, them në ndryshimin e historisë së Kosovës që nga intervenimi i NATO-s në raport me të drejtën ndërkombëtare ose marrëdhëniet ndërkombëtare. Në çfarë forme bëhet kjo ndoshta zotëri Hoxha, për të na sqaruar, bëhet me lajme të tilla në portale që pretendojnë se janë media serioze apo në çfarë forme tjetër? Nuk e përfshirë dhe kjo, po ka edhe një diçka tjetër, ka një portal i cili prodhon lajme të tilla, që i cili portal nuk ka për qëllim konsumin njerëzor, po ka për qëllim konsumin e asaj që quhet modelet e mëdha të gjuhës, large language models, të cilat përdoren për trajnimin e AI-s ose inteligjencës artificiale, e cila pastaj jep përgjigje të cilat janë të infektuara të në thojza nga këto dëvana. Bazohen në ato referenca, pra. Po, bazohen në ato referenca. Do të thonë, kjo fushat e cila organizohet kryput nga Federata Ruse, quhet Portal Combat ose Portal Pravda, e cila prodhon miliona artikuj të cilët janë të hapur dhe ushqejnë me informata inteligjencën artificiale. Tashmë, përdorimi i inteligjencës artificiale po e zëvendëson Google Search ose kërkimin në Google prej përdoruesve dhe në vend se të pyetet Google për shembull për intervenimin e NATO-s në Kosovë, pas që e morëm si shembull, pyetet ChatGPT ose tjerat platforma dhe këto gjenerojnë një përgjigje e cila është teknikisht, them ashtu, e infektuar nga burimet jo të vërteta. Në artikullin tuaj të fundit, se përket kësaj teme, keni përmendur dhe ka qenë si piknisje kjo citimet fiktive të njerëzve të njohur publik, por që janë të vdekur në kohën, do thot njerëzve të kohës së kaluar, por që kanë qenë figura publike të njohura. Pse ky element dhe ndoshta pse njerëzit besojnë shumë një citim të pavërtet të një personi që ka vdekur? Kjo ka të bëjë me këtë aspektin e dytë të dezinformatave ose me ekonominë, politikën ekonomike të dezinformatave për monetizimin e kontentit online. Nuk ka rëndësi nëse informata është e vërtet apo jo. Ka rëndësi sa shpërndahet, sa ka interaksione me këtë informat. Arsyeja pse përdoren figura të cilat normalisht kishin me qenë të besuara, ose emra të cilët tingëllojnë ose shihen si familjar në media, është që të krijohet për interakcion, që të krijohet trafik në media sociale. Rasti është për shembull me një quote, me një citim të Enver Malokut për situatën tani, ku dihet se Enver Maloku ish gazetar i Kosovës, një gazetar prominent i Kosovës, i cili është vrarë dikun në vitin 99. Por nuk ka qytetar i cili lexon media online në Kosovë që nuk e ka këtë emër familjar ashtu në ndërgjegje. Prandaj, kur lexohet emri i tij, shkakton një ndërveprim aty. Qoftë për ta kundërshtuar, ti thot dikuj se kjo nuk është e vërtetë, kjo gjithsesi monetizohet në sistem. Apo duhet të shpërndahet si e vërtetë. Po. Dhe kur kemi shpërndarje të tilla, të citimeve të tilla nga këta persona që nuk jetojnë më, si ndikojnë algoritmat e rrjeteve sociale që të përhapen përmbajtje të tilla sa më shumë dhe të gjenerojnë sa më shumë angazhim të njerëzve përdorues të rrjeteve sociale? Po ndikohen ashtu që të gjenerohet sa më shumë trafik, edhe ky trafik të ekonomizohet, të monetizohet. Domethënë kjo është ideja. Nuk është ideja tani, natyrisht se qëllimi është politik, por edhe përfitimi është ekonomik. Dhe çka duhet bëhet në raste të tilla, zotëri Hoxha, sepse kur po kemi kryesisht përmbajtje të tilla që janë totalisht të gjeneruara me inteligjencë artificiale, edhe personat që flasin në video, edhe lokacione dhe gjithçka tjetër aty, ka me mira shpërndarje, ka me mira komente të njerëzve që ose aprovojnë atë që personi në atë video të gjeneruar me AI po e thot, ose e kundërshtojnë, përfundimisht që të gjithë e besojnë. Çka duhet bërë institucionalisht, sepse ka thirrje edhe të ekspertëve, të inxhinierëve teknologjik që duhet të ketë një edukim institucional të Ministrisë së Arsimit që njerëzit të dallojnë çka është e vërtetë dhe çka është e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Po, sistemet tona arsimore nuk janë të dizajnuara të konsumojnë inteligjencën artificiale dhe platformat digjitale me kontent që vinë
në kontekstin as në Kosovë, po as nëpër Evropë. Domethënë ka një diskrepancë në këtë kontekst. Por çfarë duhet bë është se qytetarët duhet mësohen që interaksioni online monetizohet edhe krijohet një shumë e caktuar simbolike ose e madhe e parave me secilin interakcion, qoftë ai vërtet apo jo. Kjo e para, ndërsa e dyta është se për informatën, edukimin për informatën dhe median i takon aktorëve shtetëror që të organizojnë edukim formal dhe jo formal të gjitha niveleve që të kuptohet. Do bëhet kjo edhe me moshat e shtyra, të cilët presupozohen se janë ndoshta më të ndikueshmit nga... Jo, unë mendoj se moshat e shtyra nuk janë më të ndikueshmit, se ato megjithatë janë në kontekstin kosovar, spaku janë një numër shumë më i vogël se sa moshat e reja. Problemi kryesor është moshat më të reja, të cilat kanë qasje edhe në media sociale edhe në platforma digjitale, të cilët nuk kanë asnjë lloj trajnimi, asnjë lloj informate se si të detektojnë, si të verifikojnë një lajm, po edhe çfarë bëhet me një lajm. E qartë, flasim pak për rolin e mediave në krejt këtë situatë. Si e shihni rolin e tyre, qoftë në luftimin e dezinformatave të tilla, por nganjëherë ndoshta edhe në shtyrjen përpara dhe përhapjen e dezinformatave të tilla, sepse ka raste kur edhe media të paktën serioze, të konsideruara, bin preje e dezinformatave të tilla, i shpërndajnë dhe i riprodhojnë. Unë mendoj se shpesh herë në Kosovë, posaçërisht, i bihet në qafë medias pa ndonjë arsye të veçantë. Media në Kosovë po lufton një problem global me mjete edhe financiare dhe me profesionalizëm shumë lokal dhe shumë simbolik. Domethënë dezinformata nuk është problem vetëm kosovar, është problem global, një superfuqi e madhe e cila po infekton prej modeleve të inteligjencës artificiale deri në ndikimet në media sociale dhe në injektimit, ashtu po them me hipodermik, të lajmeve në jetën mediale tonë. Domethënë, media e ka për qëllim të informojnë shoqërinë demokratike, por nuk është e thirrur që të luftojë dezinformimin. Nuk e ka në rol këtë pjesë sipas jush? Jo, nuk e ka. Media ka rolin e informatës, do ta informojë drejt publikun, edhe ky është roli i media, është pushteti i katërt. Ndërsa dezinformata pothuajse bjen nën aspektin e politikave të brendshme, Ministria e Punëve të Brendshme, politikave të jashtme, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Arsimit. Këto janë institucionet të cilët do të mirën me vepra të cilat në Kosovë shpesh herë sanksionohen me ligj, por edhe duhet rregullohen edhe përmes institucioneve regulative, institucioneve të cilat janë përgjegjëse për etikën mediale e tjera, por të bihet në qafë mediave të cilat janë media profesioniste ose media të cilat spaku kanë një impresion të kush është pronësia, kush është redaksia, kush është gazetarët, kush janë gazetarët të cilët punojnë aty, mendoj se është e pa arsyeshme dhe shpesh herë ju jepet edhe një rol i cili nuk besoj që duhet ju takoj, roli i edukimit medial. Nuk është roli i gazetarëve që ta edukoj publikun për lajmet të cilat i prodhon gazetari. A kupton? Është një tamashllëmthojca konflikti i interesit. Edukimin medial dhe për informatën duhet ta bëjë Ministria e Arsimit. Ajo është është e thirrur për edukatën qytetare, është e thirrur për gjeografinë dhe biologjinë. Kjo është disiplinë e cila ndikon drejt për drejt në jetën tonë, jetën e nxënësve dhe studentëve. Prandaj duhet mirët Ministria e Arsimit ekskluzivisht me këtë punë dhe gazetarët duhet ta bëjnë vetëm punën e tyre që të informojnë publikun ose të ndihmojnë publikun të merr vendime të mirë informuara. Kjo është roli i medias. Ndërkaq, sa i përket pjesës tjetër, ka ndikim edhe në raste të përhapjes së dezinformimit? Ato që thash që shpesh nuk verifikojnë, plasojnë lajme që dalin të janë dezinformata dhe mjaftohen me një arsyetim që ne veç kemi treguar çka ka thënë dikush, nuk mbajnë përgjegjësinë që ai ka dezinformuar. Po, detyrë e parë, ne unë po flas me ju, po detyrë e parë që na i mësojnë studentat e gazetarisë këtu ku unë jap mësim edhe në disa vende tjera, është se lajmi duhet verifikohet, ose detyrë e parë, dytë dhe tretë është se lajmi duhet verifikohet prej 3 burimeve të pavarura nga njëra tjetra.
Natyrisht se kjo është në një botë ideale. Natyrisht se ka media të cilët bin prej dezinformatës, natyrisht se ka gazetarë të cilët bin prej ndikimit politik, ekonomik, social e tjera. Por, në parim, këto janë përjashtimet, këto nuk janë rregulli. Secili rregull ka një përjashtim. Ka gazetarë të cilët janë të këqij, ka gazetarë të cilët janë të mirë. Nuk mund të përgjithësojmë të gjithë median për disa gazetarë të cilët nuk sillen mirë ose janë të ndikueshëm politikisht. Gjithashtu duhet thuhet se në Kosovë shpeshherë kur flasim për median, flasim përgjithsisht për median, duhet të bëjmë ndallimin esencial të gazetarëve dhe të medias. Media është pronësia. Gazetarët janë ata që prodhojnë lajme tek pronësia. Domethënë, kur flasim për median, duhet të flasim për pronësinë e medias, e cila është shumë më lehtë ndikohet politikisht, është shumë më lehtë ndikohet ekonomikisht, ndërsa për gazetarët të cilët unë ka rreth vetë 12 vite që i intervistoj gazetarët rregullisht në Kosovë, vitin e kaluar dhe vitin parakaluar, kemi intervistuar dikon 220 gazetarë, edhe nuk kam takuar ende gazetarë të cilët nuk dëshirojnë të raportojnë në mënyrë profesionale. Pra profesionalizimi i gazetarëve është aspirim ideal në një farë forme. Është diçka tjetër që kushtet të cilat gazetarët veprojnë dhe punojnë në Kosovë janë shumë vështira. Duke përfshi këtu edhe prej pronësisë medias, duke përfshi këtu edhe prej impedimenteve tjera, edhe shtetënore, edhe strukturore, edhe tjera. E qartë, për fund, zotri Hoxha, sa i përket kësaj teme, çka mendoni që duhet bëhet në këtë çështjen kur edhe vetë mediat edhe vetë gazetarët ankohen se po ndodh ky përgjithësim, ndoshta i të keqës që ju po dezinformoni, ju jeni gazetar, për fajin e disa faqeve në internet që pretendojnë se funksionojnë si media, por që në realitet nuk janë media ose nuk janë gazetar. Qysh ndoshta të bëhet një vijë kufitare që edhe qytetari të dalloj kur po lexon një media serioze dhe kur po lexon thjesht një faqe në internet që ka qëllimet e veta të caktuara. Ka dy çështje. E para ideja se Kosova po kalon nëpër një fazë problematike është e vërtet, po gjithashtu po kalon krejt bota në këtë fazën problematike. Hajde të them kështu simbolikisht në një lemz në sistemin e mediave, sistemin hibrid të mediave. Tu nuk po kalojnë vetëm gazetarë, po kalojnë edhe prodhuesit alternativ të kontentit, po kalojnë edhe qytetarë të cilët aktrojnë si gazetarë edhe tjerë. Ndërsa në aspektin tjetër se çka duhet bë, e vetmja mënyrë që luftohet kjo çështje ose të përmirësohet gjendja është arsimi. Kosova e ka gjendjen e mjerueshme në arsim, edhe kjo reflekton drejt për drejt në mënyrën se si lexohen edhe kuptohen lajmet. Kosova rankohet shumë keq në mendimin kritik. Prandaj edhe lajmet nuk mund të kuptohen. Domethënë, nëse e shohim rankimin e PISA-s, Kosova rankohet shumë keq në mendim kritik, prandaj lajmet nuk kuptohen. Mendoj se përmirësimi i arsimit në fillor edhe të mesëm ka me përmirësu edhe përgjithësinë edhe leximin e lajmeve, përgjithësinë e gazetarëve ndaj publikut, por edhe lajmet. Ka dhe diçka tjetër. Në Kosovë lajmet janë pa pagesë. Do të thonë kështu, askush nuk pagun për lajme. Nuk ka subscription, nuk ka antarësim, nuk ka pagesa për edhe mbijetesa e medias, por edhe imperativet ekonomike për gazetarët janë në një gjendje shumë të keqe. Media shumë shpesh i duhet të mbijetoj edhe të bëj marrëveshje edhe me aktorë ekonomik edhe politik edhe tjerë në mënyrë që të ketë përfitime ekonomike. Megjithatë media është e regjistruar si biznes, nuk mund ta thojmë këto me pejorativitet ose në mënyrë negative se media është biznes. Media është biznes, regjistrohet si biznes dhe duhet të jetë ekonomikisht e pavarur. Ndërsa gazetarët, për shembull, kjo reflekton te gazetarët, se gazetarët nuk kanë kontrata më shumë se 6 mujore, e tjera nuk mund të marrin kredi për me pas një banesë, e tjera, po ka dimori problemesh, të cilat mund të rregullohen në Kosovë, jo lehtësisht, po mund të rregullohen me një afat mesëm, them ashtu 3 deri në 5 vjet, që profesionalizmi i gazetarit jetë çështja e parë në raportim. Domethënë, të mos ketë ndikim politik, mos ketë ndikim ekonomik, edhe të mos ketë ndikim edhe kulturor, pastaj se kjo është çështja tjetër e tretë me rëndësi,
edhe gazetarët në mënyrë profesionale të bëjnë punën e tyre. Kosova ka gazetarë shumë të mirë. Megjithatë, edhe pse thuhet se Kosova ka kështu media e cila sulmohet shumë shpesh prej qeverisë dhe prej aktorëve tjerë politik, Kosova e ka ndoshta frontin e parë demokratik e ka median e mirë. Kjo është ndoshta nëse e shohim Kosovën prej një konteksti ndërkombëtar, ka diçka me të cilin kosovar duhet të jenë shumë krenar, e kjo është gazetar. Gazetarët në Kosovë, përkundër faktit që edhe sulmohen, edhe kanë çështje të cilat për nga siguria i pengon në punën e tyre, e bajnë punën e tyre në mënyrë shumë profesionale. Por, to strukturat të cilat e pengojnë gazetarin që të bëjë punën e tij ose saj, janë çështje strukturore, janë çështje e cila duhet mirët komplet aparatura shtetërore edhe shoqërore. Domethënë qytetari kur vendos për djetën mediale, them ashtu, çka duhet konsumoj, duhet ka edhe aftësinë për ta konsumuar djetë. Për momentin, dikush që kryen shkollën e mesme, që ka probleme serioze me mendim kritik, nuk mund të lexoj një lajm në mënyrë kritike dhe të sheh faktet, jo kush e thot lajmin, po të vendos për faktet. Ka fakte këtu apo jo? S'ka rëndësi nëse thot Abiti apo e thot dikush tjetër. E qartë. Të Faleminderit shumë për kohën dhe këtë bisedë, zotri Hoxha. Është kënaqësi e veçantë, faleminderit shumë. Faleminderit juve të nderuar shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë. Biseduam kështu me Abit Hoxhën në lidhje me çështjen e dezinformimit online në Kosovë. Shihemi dhe dëgjohemi në podcastin e radhës të shtunën e ardhshme.